ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إتر فلندريمي إتقن بتم الله سبحانه وتعالى أتر فلندروي بريتي فالن دين كروي أتش الله سبحانه وتعالى وزنرو تدريس كوشهون بسا أتشهون كوشوزان دشمای se vetëm Allahu është ai I cili meriton të adhurohet, dashti vetëm e I pashaq, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ardhur dhe dërguari I tij. Salavatet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte jam me një temë tjetër për librin e Sheikhut Islam ibn Timiyas rahimahullah, kur fol çështjes së njetit në Islam. أتاك آيات قرآنية بفضل الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kuptimi dhe ai I cili shpreson në takimin me Allahun subhanahu wa taala, atëherë do të bëjë vepra të mira, se do mos ta shoqërojë Allahun azza wa jall në adhurim, mos ta shoqërojë Zotin e tij në adhurim. Sheikhul Islam ibn Timiyya rahimahullah na bën me dije se njeti sinceriteti në njet sa I përket adhurimit ndaj Allahut azza wa jall është një çështje, një mesele shumë e rëndësishme që do të jetë prezente te çdo besimtar. Nga se nëse njeti është I pastër, dhe çdo send që ngritet mbi të është I pastër dhe është pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Në këtë rast nuk është për qëllim vetëm njeti se të mendojnë njerëzit, ndërkohë është për qëllim ikhlasi, sinceriteti ndaj Allahut azza wa jall dhe gjithashtu adhurimi që do t'i bëhet Allahu subhanahu wa taala, duke mos I bë shirk, duke mos I shoqëruar dikon tjetër në adhurim ndaj tij subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall na bën me dije se nëse dëshirojmë takimin me Zotin tonë, me Allahun subhanahu wa taala, atëherë kemi obligim patjetër që të kryejmë vepra, të bëjmë vepra të mira, se mos I bëjmë shirk Allahu subhanahu wa taala, nga se shirku është ajo që I shkatron veprat e njeriut dhe bën shkak që njeriu mendon përhershëm në zjarrin e xhenemit. Thot Allahu azza wa jall: "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Thot padyshim ai I cili është dorëzuar para Allahut azza wa jall, para Zotit e tij, dhe njëkohësisht është muhsin, është I mirë, në fund vepra të mira ndaj Allahut azza wa jall, atij I përket shpërblimi I Allahut, do ta merr shpërblimin I Zotit të vet, wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, se dhe gjithashtu nuk do të ketë frikë për ta, nuk do të ketë pikëllim. Kur personi I dorëzohet ose robi I dorëzohet Allahut azza wa jall sinqerisht, dhe ibadetin që e bën ndaj Allahut e ka tamam me ikhlas dhe niyet të pastër, atëherë Allahu azza wa jall do të japë shpërblimin që meriton, se dhe nuk do të ketë khaufun alayhim wala hum yahzanun, nuk do të ketë frikë për ta ditën e gjykimit, as nuk do të ketë pikëllim. Domethënë kur të ringjallet për Allahut azza wa jall, nuk do të jetë për aty në të friguar për shkak të veprave që ka bën në dynjë, dhe njëkohësisht nuk do të jetë njerëz të pikëlluar, të mërzitur se shkak të veprave që ka bën në dynjë. Domethënë sinqeriteti
ikhlasin ndaj Allahut azza wa jall, niyeti I pastër është ajo shkak që ato me rujt ditën e gjykimit I dënimit të Allahut azza wa jall, si dhe me mbrojt I frikës se padyshim do t'i kaplan shumë krijesa të Allahut azza wa jall, shumë njerëz, shumë rob të Allahut subhanahu wa taala. Bala man aslama. Në thonë kuptimi I kësaj pjese të këtij ajeti është për qëllim ikhlasul amali, në thonë veprën që bën për hir të Allahut subhanahu wa taala, të jetë sinqerisht vetëm për Allahun azza wa jall. Dhe mos jetë për dikon tjetër, dhe mos ketë kush hise në atë vepër, më thonë jetë e pastër vetëm për Allahun azza wa jall, se dhe njëkohësisht të jetë vepër e mirë, vepër do të thonë e mirë në pajtueshmëri në Kur'anin dhe njëkohësisht në pajtueshmëri në Sunetin. Se ka mundësi njeriu me bo vepra, edhe me thonë I sinqert, me thonë në vepër, me thonë me pas ikhlas, mirë po nuk mjafton do të thonë dëshira e tij dhe sinqeriteti I tij në këtë rast përderisa nuk është e bazuar ose nuk është muafaqa li shariat Allah azza wa jall, nuk është në pajtueshmëri me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته للدنيا أو لنكاح يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم." Thot إنما الأعمال بالنيات, me të vërtetë thot vepra shpërblen sipas qëllimit, wa innama likulli imrin ma nawa, kurse çdo kush do ta ketë shpërblimin ashtu sikur se ka pas niyetin kur e ka kryer atë veprim. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله, kush bën hijrat, salem ma bën fjalën hijrat, për Allahun azza wa jall dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose tek Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Atë hijreti I tij do të jetë tamam tek Allahu dhe tek I dërguari I tij sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dhe ai I cili bën hijrat për shkak të kësaj dynjaje, ose për shkak të ndonjë femës, do të thonë për martu me ta, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Do të thonë hijreti I tij është do të ta marrë shpërblimin si shkak I atij njeriu që ka pasur, do të thonë për atë për çështën e dynjas ose për atë grua. Ky hadith është një hadith aslen bazë që sa I përket njetit që do ta ketë muslimani në lidhje me ibadetin e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala. Është një hadith që ulemat e hershme e kanë përmendur shumë, edhe kur I kanë shkruar librat e tyre, e kanë përmendur fillim të librat e tyre. E një prej tyre është edhe Imam Nawawi rahimahullah, nëse zgaboj se ka thënë për hadithet para dhe ka folur për atë jetë. Për çfarë arsye e kanë thënë ulemat këtë hadith kur librat I kanë shkruar edhe kanë thënë mas pari. E kanë thënë për arsye se nëse njeriu merr dituri, pa kur fort dyshimi që është një prej ibadete adhurimeve që bën Allahu azza wa jall shumë të larta, shumë e madhe. Dhe për këtë arsye e kanë bërë me dije me këtë hadith pejgamberit e kanë bërë me dije me këtë hadith pejgamberit se njeriu kur do të marrë dituri, pas pari do të pastru niyetin, zemrën, qëllimin e vet. Pastaj më fillon me dituri, se dhe kur fillon në ibadet ndaj Allahut azza wa jall, gjithashtu më fillu me një të pasën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe më thonë veprat ngriten në bazë të njetit. Nëse njeti është mirë, çdo sa që vjen mbi ta është në rregull. Thotë Sheikh Albani rahimahullah një rregull të usul fikut, thotë kullu ma bunya ala fasidin fa huwa fasid. Çdo sa që është ngritur mbi bazë të keqe, jo të mirë, është të keqe, do të thonë jo vetëm baza, por Allah që ngritet mbi ta. Do të thonë patjetër për me kon vepra mirë tek Allahu azza wa jall, do të pas një niyetin e mirë tek Allahu subhanahu wa taala. Nga se nëse niyeti është I mirë, edhe veprat që vijnë pastaj vijnë mira, sepse Allahu subhanahu wa taala ja lehtëson që ai me kon çdo herë I uzum ose me kon rrugë të Allahut azza wa jall dhe me adhuru sinqerisht Allahu subhanahu wa taala. Ai I cili e ka tamam me sinqeritet te Allahu azza wa jall, do të thonë punën, veprimin e shërban ibadetin e tij, atëherë do të ketë edhe shpërblimin e tij tek Allahu azza wa jall, ashtu sikur se pa ajetin se cekën në fillim,
Më thonë, falahu ajruhu inda rabbihi, wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, dhe ati i përket më thonë shpërbimi tek Zoti i tij, tek Allahu azza wa jall, ai wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, se nuk do të ketë frikë as nuk do të ketë kuptohet është për dita e gjykimit.